Temperatura e lartë është padyshim një nga arsyet më të shpeshta pse prindrit kërkojnë ndihmë ose këshill mjekësore. Sipas këtyre të fundit, temperatura është një nga mënyrat mbrojtëse të trupit kundër sëmundjeve të ndryshme. Ajo paraqet për fëmijët një mekanizëm mbrojtës, sepse pengon shumimin e trupave të huaj apo mikrobeve, aktivizon sistemin imunitar, me qëllim që organizmi të jetë i aftë të luftojë bakteriet dhe viruset. Kjo do të thotë që temperatura është një tregues objektiv i gjendjes fiziologjike të fëmijës. Gjithkohës kur fëmia ka temperaturë, humbet lëngje me anë të djersitjes, prandaj duhet të pijë sa më shumë. Kur temperatura rritet deri në 38.5 gradë Celsius, në fillim këshillohet të bëjë një banjë me ujë të vakët ose të mbulohet me kompresa të lagura. Nëse temperatura është mbi këtë nivel, përdoren barna siç është paracetamoli. Paracetamoli duhet të përdoret në sasi të caktuar dhe çdo 4 deri në 6 orë që të jetë efikas. Dhënia e aspirinës deri në moshën 12 vjeç nuk lejohet për shkak të efekteve anësore toksike apo sindromës Rey. Shumë rrallë temperatura deri në 38.5 gradë Celsius lë pasoja tek fëmijët. Ndaj prindrit nuk duhet të jenë të shqetësuar. Kjo temperaturë vetëm sa ndihmon trupin për të përballuar infeksionin.